Do të lexojmë tek Veprat e Apostujve, kapitulli i 9. Veprat e Apostujve, kapitulli 9. Kthimi i Saulit në rrugën për Damask, me hirin e Zotit. Kapitulli 9, Veprat e Apostujve. Ndërkaq Sauli, duke shfryrë akoma kërcënime dhe kërdi kundër dishepujve të Zotit, shkoi tek kryeprifti dhe kërkoi nga ai letra për sinagogat e Damaskut, me qëllim që po të gjente ndonjë idhtar të udhës burra o gra, të mund t'i sillte të lidhur në Jeruzalem. Përndodhi që ndërsa po udhëtonte dhe i afrohej Damaskut, befas rreth tij vetiu një dritë nga qielli. Dhe si u rrëzua për tokë dëgjoi një zë që i thoshte: Saul, Saul, pse më përndjek? Dhe ai tha: Kush je, Zot? Dhe Zoti tha: Unë jam Jezusi që ti e përndjek. Është e rëndë për ty të kodasesh me shqelm kundër gjembave. Atëherë ai duke u dridhur i tëri dhe i trembur tha: Zot, ç'don ti të bëj unë? Dhe Zoti: Qohu dhe hyr në qytet dhe do të të thuhet ç'duhet të bësh. Dhe njerëzit që udhëtonin me të ndaluan të habitur, sepse dëgjonin tingullin e zërit, por nuk shikonin njeri. Pastaj Sauli u qua nga toka, por kur i qeli syt nuk shifte as njeri. Atëherë morën për dorë dhe e quan në Damask. Dhe mbeti 3 ditë pa të parit, as hëngri dhe as piu. Në Damask ishte një dishepull me emër Anania, të cilit Zoti i tha në vegim: Anania. Dhe ajo përgjigj: Ja ku jam, Zot. Dhe Zoti i tha: Qohu dhe shko në rrugën e quajtur e drejt dhe kërko në shtëpinë e Judës një njeri nga Tarsi me emrin Saul, i cili po lutet. Ai ka parë në vegim një njeri me emër Anania duke hyrë dhe duke i vënë duart për t'ia kthyer dritën e syve. Atëherë Anania u përgjigj: O Zot, nga shumë veta kam dëgjuar për këtë njeri se sa të këqija u ka bërë shejtënorëve të tu në Jeruzalem. Dhe ai ka këtu një autorizim nga krerët e preftërinëve për të burgosur të gjithë ata që tharrasin emrin tënd. Por Zoti i tha: Shko, sepse ai është vegla që unë i kam zgjedhur për të sjellë emrin tim përpara jo hebrejve, mbretërve dhe bijve të Izraelit, sepse unë do të tregoj atij sa shumë i duhet të vuaj për emrin tim. Atëherë Anania shkoi dhe hyri në atë shtëpi dhe duke i vënë duart tha: Vëlla Saul, Zoti Jezus që të është shfaqur në rrugën në për të cilën po vije, më ka dërguar që të kesh përsëri dritën e syve dhe të mbushesh me frymën e shenjtë. Në atë çast i ran nga syt disa si luspa dhe ai fitoi përsëri të parit, pastaj u ngrit dhe u pagzua. Amen. Mbasi mori ushqim, u përtëri në forcë. Amen, fjalës të Zotit. Ky kapitull vazhdon kështu, duke thënë se Sauli, duke shfryr akoma kërcënime dhe kërdi kundër dishepujve të Zotit, shkoi tek kryeprifti. Dhe fundi i kësaj është që thot: u përtëri në forcë dhe hëngri, mori dhe ushqim, domethënë dhe u përtëri në forcë. Pra, për pak ditë të gjitha ndryshuan në jetën e këtij njeriu. Ai çfarë bënte? Shfrynte kundër dishepujve të Zotit bashkë me atë fanatizmin që kishte me fen që ai besonte, duke mos e pranuar Jezu Krishtin dhe doktrinën e tij, dhe kështu duke mos pranuar edhe dishepujt, sepse nëse vetë Jezusin, thot fjala e Perëndis, nuk e pranojnë, as ne nuk do të na pranojnë. Dhe këtë dëshmoi vetë Zoti jon. Po të më thonin mua Belzebub, edhe ju Belzebub do t'ju quajnë. Pra asnjë nxënës nuk është më i madh se mësuesi, nuk jemi më të fortë pra se Zoti ne që të mos na përndjekin dhe të na shajnë, pra do të kemi përndjekje. Këtë e dim dhe e njohim veçanërisht kur tregojmë dhe shfaqim Krishtin në jetën tonë. Ky njeri pra shfrynte me kërcënime dhe me të kemi kujdes të mos kërcënojmë as ne vëllezër dhe motra skënd. Dhe ju kërkoj priftorinëve të asaj kohet autoritet që të shkonte në sinagogat e Damaskut. Sinagogat ishin mbledhjet ku mblidheshin besimtarët për të adhuruar Zotin.
Por nëse gjen dikën thot, ti kap, ti lidh dhe ti sjell në Jeruzalem. Pra që ti këtë shtrajtonte. Dhe ndërsa u nis të bente atë që kishte në mendjen e tij, e takon Krishti. Aleluja. E dini se Krishti mund të shpëtoj shumë si palin, për Perëndin nuk është e pamundshme. Të shohim tani një njeri që është në mëkat, një njeri që në është i thellë në atë fenë e tij, në idhujtarinë e tij, në atë fanatizmin akoma, dhe të themi ai. Atë mundet që Perëndia pas këtij mund të fshet një palë dhe mund ta shpëtoj Perëndia. Këtë nuk e dim, për këtë arsye të mos themi kurrë që të mohojmë askënd se ai nuk shpëtohet apo se është i papastër. Nuk e dim se çfarë fshes zemra e tij dhe se si mund veprojë Zoti me të. Këtë njeri e takoi Jezu Krishti. I dërgoi një njeri? Jo, do t'i dërgoj më vonë Ananian, por tani vjen vet Krishti për ta vizituar. Aleluja. Por nuk dua të qëndroj kaq shumë në këtë që vizitoi Krishti Saulin, pra Palin. Kërkoi patjetër ai vet duke thënë, kush je ti o Zot? Ishte ndërgjegjshëm Pali. Nuk tha se unë di, por kush je ti o Zot? Që unë jam Jezusi. Dhe vetëm që unë jam Jezusi, i tha, nuk i kundërshtoi. Çfarë duhet të bëj, thot. Sa pyetje e bukur. Çfarë duhet të bëj o Zot? Dhe çfarë deklaroj me këtë? Deklaroj dobësinë time se nuk di se çfarë të bëj. Kurse me Zotin çfarë deklaroj? Se unë të kam Zot o Zot dhe pres të më thuash se çfarë të bëj. Për te themi Zot, sepse ai na thot se çfarë duhet të bëjmë. Sepse po të bëjmë ne atë që duam, atëherë kush është Zoti? Ne jemi Zoti, por ne themi Zotit i themi Zot. Të njëjtën gjë tha dhe Sauli. Dhe u ngrit Sauli nga toka që kishte rënë, ndërsa i hapte syt, nuk shifte askënd. U fut kështu duke marrë për dorë në Damask dhe 3 ditë pa të parit nuk hëngri dhe nuk piu, pra ra plotësisht në përulje. Këtë bën njeriu, bën Perëndia për atë njeri që shkon kundër Perëndis. Kur don Perëndia të ndihmoj fëmijën e tij, Perëndia do ta ndihmoj. Për këtë arsye mos ki frikë, mos u tremb, mos ki atë ankthen. Çfarë do të mund të bëjë njeriu? Çfarë mund të kem frikë, po të kem Perëndin me vete? Por në Damask, në të njëjtën orë, kishte dishepuj në atë vend. Kishin mblidheshin, kishin asamble, pra që mblidheshin vëllezërit dhe motrat, ku nga kjo asamble që mblidheshin, e dinin se Sauli është nisur kundër tyret me pushtet nga kryepriftërinjt, e dëshmoi vet Anania tek paragrafi 14, ja thot Zotit. Kjo do të thot se e dinin se po vinte Sauli kundër tyre. Ja fantazoni vëllezër dhe motra dhe të futemi në pozicionin e këtyre vëllezërve. Sa po kishin besuar dhe në mes këtyre edhe Anania ishte aty, prisnin një burr të fortë me pushtet, me ushtar dhe me letra të dërguara nga kryepriftërinjt, pra ishin të mëdhenj të asaj fesë së judejve të atëherë, dhe kush e di nëse kishte edhe nga pushteti romak ndonjë autorizim, që të shkoj, ti arrestoj, ti lidhen në prangë dhe mbas edhe ti vrisnin, ne? Ja fantazoni të dëgjonin një gjë të tillë ne. Të vim pak në pozicionin e këtyre besimtarve të dishepujve të Jezusit, por ishin dishepuj, ishin nxënës dhe kishin atë karakteristikën vëllezër dhe motra dhe e shohim këtu, që mblidheshin të gjithë së bashku. Ishin dishepuj dhe mblidheshin për të mësuar fjalën e Perëndis, ashtu sikur se bëjmë dhe ne sot, sikur bëjmë edhe ne çdo ditë që bëjmë mbledhjen në kishën tonë. Dhe jo vetëm çdo të diel, por edhe të hënën, të ejtën, të shtunën, të premten, rinia të shtunën në darkë, të dielën në darkë përsëri rinia, kemi nevojë për mësim. Dhe këtë bënin dishepujt. Kishin mësimin, e merrnin nga Perëndia dhe ishin aty ku donte Zoti të ishin. Ishin në vendin ku i donte Perëndia të ishin. Dhe t'ju them dhe diçka.
shef një vegim Anania. Mbase është në gjunjë, është në lutje. Kisha e parë apostolike, vëllezër dhe motra, ishin mësuar që të ishte kish e gjunjëve në lutje. Zot na bëj të tillë, na ndihmo Zot, se jemi të dobët, për na ndihmo të jemi kisha e gjunjëve, e lutjeve dhe frymës të shenjtë, vëllezër dhe motra, se kemi nevojë për frymën e shenjtë, dhe këtë e dinin dishepujt. E dinin se vetëm nëpërmjet frymës të shenjtë do të mund të qëndronin. Vetëm nëpërmjet frymës të shenjtë. Kishte ardhur dita e rrashajave, kishin marrë frymën e shenjtë. Ajo kish nuk është që dëgjonin vetëm fjalën e Perëndis, por kishin edhe forcën e frymës të shenjtë. Dhe Anania, ndërsa ishte në lutje, një nxënës atje në Damask, që ishte ky, vjen Zoti dhe i shfaqet në vegim. Duam veprimet të tilla, vëllezër dhe motra, veprimet e frymës të shenjtë. Dhe i thot Zoti qartë. Qohu, i thot Anania, shko në udhën e quajtura e drejtë dhe kërko në shtëpinë e Judës një Saul nga Tarsi, sepse është tani duke u lutur. Dhe i jep pra një mision. Anania, nuk mundesh të fantazosh se çfarë do të mund të bëj unë. Nuk ja thot kështu, por i thot thjesht se po lutet Sauli. Atë vizitën që i bëri Jezusi Saulit, nuk ja thot Zoti Ananias tani, por i jep një urdhër. Dhe sikur se thamë dhe të premten, Zoti u jep urdhra apostujve. U jep mision me urdhër Zoti, duke thënë shko Anania, tani do të shkosh tek ai njeri për të cilin lutesh Anania. Mbase lutej, Zot na ruaj të mos vinë të na arrestoj, themun. Zot ruaje popullin tënd. Zot, apo çfarë do tjetër mund të lutesh në vëllezërit atëherë. Ku ta fantazonte Anania se do t'i thot Perëndia tani shko direkt ke Pali, tek Sauli, që u quajt më vonë Pal. Dhe mundësisht i jep edhe atë informimin Jezusi se pa Sauli nëpërmjet vegimit një njeri me emrin Anania, se shkoi, vuri duart mbi te dhe u shërua, pra i erdhi të parit. Anania është një nxënës, kurse Sauli akoma nuk e njeh si dishepull ose si nxënës, por një njeri, Anania do të vijë të vizitoj. Por ai njeri nuk është një njeri i rastësishëm, por është një bir i Perëndis me mision të dhënë nga Jezu Krishti dhe me pushtet. Qëndroi aty ku donte Zoti Anania. Dhe nuk është vetëm Anania, për e gjithë ajo kisha e parë apostolike, kisha e Damaskut, e Antiokiis më vonë, shohim se si jepnin betejat dhe luftonin në dobësitë që kishin. Nëpërmjet dobësive të tyre, në atë forcën e tyre të pakët, u burgos Pietri. Nuk dolen rrugëve të dalin dhe të thonin çlirojeni Pietrin nga burgu, do të bëjmë këtë, do të bëjmë tjetrën. Jo, nuk bën të tilla të krishterët. Nuk bën gjëra të tilla të krishterët. Por çfarë bëjnë? Luftojnë dhe mundohen në gjunjë, në fjalën e Perëndisë dhe në lutje. Dhe këtë bëri këtu edhe Anania. Aty ku e gjeti Krishti të qëndronte në lutje, i jep edhe misionin. Dhe kështu niset Anania për tek Sauli. Por përpara se të niset, kishte ato kundërshtimet e tij. Dhe këto janë kundërshtimet tona që futen shpeshherë sepse jemi njerëz. Edhe Jozafati u tremb, njeri ishte. Edhe Anania, do të thonim se u tremb se njeri ishte. Dhe i thot Anania Zotit, sa mirë që bën dialog me Zotin, sa bukur, Dëgjova prej shumë njerëzve për këtë njeri, sa të këqija u ka bërë të shenjtërve të tu që janë në Jeruzalem. Kam dëgjuar. Vëllezër dhe motra, të dëgjojmë çfarë thot Zoti dhe jo çfarë thojnë njerëzit. Nga shumë mund të dëgjojmë shumë gjëra, por ajo që kërkohet është se çfarë thot Perëndia, çfarë thot Zoti. Dëgjova për atë burr nga shumë njerëz se bëri të këqija tek të shenjtët në Jeruzalem, këtu ka pushtet
nga priftërinjt dhe krye priftërinjt që të lidh dhe të burgos gjithë ato që tharasin emrin tënd. Dhe Zoti nuk i thot, çfarë thua tani Anania, nuk më beson, rri në një anë sepse do të gjejnë një tjetër Anania. Jo, nuk bën kështu Zoti. Por Zoti i thot, shkoj thot Anania, sepse ai është një vegël e zgjedhur në duart e mia, që të mbaj emrin tim përpara kombeve, mbretërve dhe bijve të Izraelit, sepse unë, Jezusi, do t'i tregoj atij se sa do të vuaj për emrin tim. Pra lavdia e Perëndis u shfaq më vonë tek pali nëpërmjet vuajtjeve të tij, nëpërmjet atyre që ai pësoi. Shpeshherë ne kërkojmë që lavdia e Perëndis të shfaqet në jetën tonë nëpërmjet bekimeve, në përshërimet, por shpeshherë vëllezër dhe motra, lavdia e Perëndis tregohet në jetën tonë edhe nga ato që pësojmë dhe atë që vështirësohemi. Për këtë arsye mos u pak. Merr guxim, shpreso në Perëndin tënd, shpreso në Zotin tënd, qëndro në betejën e Zotit, në betejën e Perëndis, mos bëj mbrapsht, mos u kthe mbrapa, mos u kthe në mëkatin, mos thuaj se unë deri këtu nuk vi më tek Krishti, shporru prej meje Satan. Perëndia është ai që do të më jap fitoren. Unë do të vazhdoj, sepse shpresoj në Perëndin e plotfuqishëm, të plotfuqishmin Perëndi. Dhe e di se Perëndia im, ai që bëri qiejt dhe tokën, ai do të më jap fitoret kur të dua unë. Jo, kur të dojë gruaja ime, kur të dojë njeri apo tjetri, kur të dojë ai. Aleluja, kështu nuk është vëllezër dhe motra. Do t'ju vizitoj, thot, jo pas shumë këtyre ditëve. Zot, tani do të vësh mbretërinë tënde në Izrael, thonë dishepujt. Nuk ju përket ju që të njihni kohrat se kur. Zot, atëherë ç'është për ne? Ju takon që të qëndroni në Jeruzalem, që të merrni forcë nga lart. Ky është misioni jon. Kjo është betejë jon. Sikurse dhe fryma e shenjtë dëshmoi, derisa të vijë Zoti të vizitoj, dhe derisa të bëhet dhe rrëmbimi i kishës, ne do të qëndrojmë në betejë dhe në luftën e Zotit, duke pritur Perëndin që të na vizitoj dhe ai të na vesh me forcë. Amen.